Keni gjithmonë grindje dhe shere në shtëpi, kjo metodë shtuk xho energji negative ju duhet vetëm ujë, uthull dhe krip. Keni gjithmonë grindje dhe shere në shtëpi, kjo metodë zhduk çdo energji negative, do t'ju duhet vetëm ujë, uthulla dhe kripa. Edhe nëse jeni një person skeptik për këtë temë, kjo nuk e mohon faktin se energjia negative mund të vendoset në shtëpinë tuaj. Shumë shpesh kjo energji negative që rrjedh nga argumentat dhe grindjet do të mbetet në shtëpinë tuaj dhe do të shkaktojë negativitet të mëtejshëm. Tradicionalisht shkenca nuk i pëlqen gjërat që nuk mund të preken maten dhe vendosen në një provë. Prandaj, megjithatë ka forcat padukshme dhe të paprekshme në botë. Zakonisht nuk i shohim ato, por ndonjëherë i dëgjojmë shumë qartë. A keni hyrë ndonjëherë në dhomë dhe papritur keni ndier një energji të rëndë të errët apo edhe një frikë të pavedishme, ose në të kundërt, a ishte dhoma e lehtë dhe e freskët dhe stimuluese? Kjo mund të zbatohet si për njerëzit që vinë nga vibrimet e mira, ashtu edhe nga ato të këqija. Në çdo rast, njerëzit, objektet dhe hapësirat e pajeta mund të ruajnë një sediment të energjisë. Duket se energjia emocionale mund të lidhet me objekte dhe të vendoset mbi to. Disa deklarata më parë. Ne u përpoqëm të tregojmë se energjia emocionale e njeriut me të vërtet ndikon në botën fizike rreth nesh. Në veçanti, janë kryer eksperimente të shumta që kanë treguar efektin fizik të mendimeve, fjalëve, emocioneve dhe muzikës në strukturën kristaline të ujit. Pra, nëse herën tjetër që dëshironi të bëni një skandal në shtëpi ose harroni se familjet tuaja madje dhe kafshët shtëpiake janë në sulm, energjia juaj negative në kuptimin literal të fjalës ndikon në çdo qeliz. Lajmi mirë është se energjia pozitive respektivisht vepron në drejtim të kundërt. Ne mund të realizojmë dashamirësinë dhe madje të tregojmë dashuri dhe kujdes për të dashurit tanë dhe kjo i shëron dhe i ushqen ata. Përgatitni një ilaç të energjisë negative, do t'ju duhen 2 lug uthull të bardh, 2 lug çaj kripe trash, 1 kavanoz me gjysmë litri ujë të filtruar. Përgatitja: merrni një kavanoz transparent, shtoni të gjithë përbërësit në të dhe përzjejni. Vendoseni kavanozin në një vend ku kaloni shumë kohë dhe lëreni atje për 1 ditë. Kontrolloni nëse kristalet e kripës po rriten ujë. Nëse kristalet rriten, kjo do të thotë se ata kanë absorbuar të gjithë energji negative dhe tani ju mund të përgatitni një kavanoz të ri me një zgjidhje për një pjesë tjetër të shtëpisë tuaj. Supersticion dhe rite të çuditshme, ndoshta ja vlen të argëtoheni duke e provuar.